Një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndiej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, sytë ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se